ka krijuar një vorbull cila qenia njerëzore kur arrin maksimalen e materjes, do të posedoj njerëz ose shpirtra të tjerë. Dhe një nga format e abuzimit i këtyre njerëzve që janë në kulmin e pasurisë apo të gjitha këto është kur posedojnë ose ka në kontroll një qenie tjetër dhe mund të bëjnë me të çfarë të duan. Pra, këto njerëz nuk janë të shëndetshëm as mendërisht dhe ai këto ka tërhequr. Pra ai vetë mund të jetë shumë i shëndetshëm mendërisht, por duket që këtë vorbull e ka krijuar enkas për të përfshirë gjithë deep state-in, pra gjithë njerëzit me pikpamje okulte të errët, po, dhe nuk kanë shpirt më dhe sigurisht ushtrojnë këtë lloj presioni dhe këtë lloj abuzimi të qeniet e tjera njerëzore që janë të pambrojtura. A mund të ketë një Epstein në Shqipëri? Sigurisht. Besoj se është dikush, mbase nuk është e ka takuar personalisht Epstein dhe kjo nuk përbën asnjë lloj përjashtimi, nëse shumë njerëz mendojnë që okay, nuk e kam takuar dhe nuk kam asnjë lidhje me të, pa dashje mund të jenë bërë pjesë e ndonjë zinxhiri që jo të gjithë mund të jenë të